angazhimeve, atje në Zvicër, edhe ke kismet me fillu me drilonin. Normal, është pak ma e shtirë, sidomos se gjinia femrore se i përket në botën e muzikës, pa tjetër do të më konë dikush që i rrinë mrapa, se është ma e shtirë, se apet në meshkujt mund të mi më gjinë ma letë, kur vjen puna në situatat. Situatë delikate, po. Kurse për femna do të me pas, ja me pas nonën, ja babën, ja dikën, adin dikën tonin, po kësa i ra burri, i ra kështu këshin kalamës që të. Kur të shkojsh të burri, bësh ka dush. Ti bësh apo s'ke Nona vetë ka po, kur shkojsh të burri, bësh ka dush. Këto nas kemi varë. Se kemi gajnë. Shumë mirë. A ju ka pengu me planifiku familjen, muzika, eventet, ahengjet, ju jeni bërë shumë shpejt edhe prind? A ju ka penalizu kjo? Jo, deri tash na që një muj jemi prind, një muj e gjys, e deri tash jemi të menaxhu shumë mirë, falë edhe familjarëve tonë që kemi që na mbështetin. Deri tash s'puna do këtë shumë zorë. Bravo. A kjo prishet gjumë? Po. Po ta shumë Po djallëqore. kënoj ka djalli, dhe me thonatën. Kështu, falë zotë, është si me lasë, është Mia i kujna unë. është. Ama kështu kur t'ja kris, ja kris për me një krejt. Ja me një krejt, ja Ku ti ka po marat vëmendjen.